Pastaj ngelen në fushat klasike si gjithmonë, ku ka një kërkesë stabil në treg, domethënë për gjithmonë do të ketë nevojë për ekonomistë, sepse çdo kompani ka atë pjesën e menaxhimit financiar dhe të marketingut, biznesit. Gjithashtu dhe pjesa e juristëve që ka të bëjë me administratën me këto, domethënë janë kërkesa standarde për në profesionet e caktuara. Deri diku ka rënë ato mbase kërkesa ku kishte dikur përpara për shkenca sociale, politike, mbase edhe tek shkencat e mësuesisë, ato që lidhen me mësuesinë, kemi deri diku një kërkesë vjetore, pothuajse të përhershme, sepse duhet pasur parasysh që këto janë profesione të rregulluara, lidhen me numrin e shkollave, numrin e maturantëve, atëherë kërkesa pothuajse është stabil ndër vite. Aty pastaj është edhe ky rregullimi që është bërë që një pjesë e këtyre programeve, duke qenë se mësuesia ka një mesatare shumë të lartë, në pjesën e bachelorit janë, themi, liberalizuar për pjesën e hyrjes e mesatares hyrëse, nuk vlena e mesatare e mësuesisë që është 7.5, është mesatare e hyrjes në sistemin bachelor 6.5, dhe këto pastaj prodhojnë varet nga fusha o përkthyes, o njohës të fushës letërsisë ose histori, gjeografi, domethënë nuk bën në mësues, po kanë hapësirën e tyre në fushat caktuara, gazetaria për shembull, bazë gjuhë letërsisë mund të vazhdojnë një pjesë e mirë aty në ciklin e dytë master, e tjera. Dhe ndryshojnë rrugës me pak fjalë. Po, një pjesë e tyre ndryshojnë rrugës sepse thash, nevoja për punësim të shpejtë të detyron që mbase në fushat caktuara ti nuk ke atë mundësi të punësohesh në atë dek studimi që ke bërë në bachelor, po pastaj fillon ndryshon në sistemin master.